Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahi alhamd. Këto ditë janë ditët e dhikrit, ditët e madhërimit Allahut subhanahu xhelle xhelalu. Nuk do të thotë se ne e adhurojmë Allahun xhelle xhelalu vetëm në këtë ditë, ama janë disa ditë veçanta që njeriu do t'i japi forcë edhe më tepër që të bëjë ibadet më tepër. Nesër inshallah me lejen e të Madhit Zot është dita e Arafatit ose dita e Arifës, si njihet popullatën tonë. Është dita më e mirë e dynjas. Ashtu siç thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, khairu yawmu Arafa. Dita më e mirë është dita e Arafatit. Dita e Arafatit është dita më e mirë, nata e Kadrit është nata më e mirë. Lejletul Qadr khairun min alfi shahr. Nata e Kadrit është më e mirë sa 1000 muaj, flasim për Ramazan. Pra, është dita që e ka veçuar Allahu subhanahu xhelle xhelalu. Sa ka transmetime tjera profetit alayhi salatu wasalam që e veçojnë ditën e Arafatit, duke thënë është dita që zbret i madhi Zot xhelle xhelalu me madhështinë e tij, i madhi Zot zbret në qiellin e parë. Se ka transmetime që thotë dhe Allahu subhanahu xhelle xhelalu krenohet me robët e tij. Krenohet, thotë, i krenohet me laqeve, thotë, shikoni robët e mi, o me laqe flasim edhe për njerëzit që janë në Arafat, haxhit që janë në Arafat. Pra, ka transmetime tjera profeti alayhis salam veçoria e mira e ditës Arafatit tjetër kush është? Agjërimi. Nëse këto ditë të muajit haxh, ditët e para të muajit haxh na kanë kalu dhe s'kemi agjëru dhe një ditë, atëherë mos ta humbim mundësinë e agjërimit të ditës Arafatit. Mos ta humbim këtë mundësi. Problemi është i popullatës tonë, ose dhe i grave, në veçanti, që ditën e Arafatit e kalojnë duke punu punë shtëpie, duke u përgatit për Bajramin. Nuk po them se jetë ke bo gabim. Po të shikosh veçoritë e ditës Arafatit, dhe nëse ne nuk fokusohemi në ibadet, atëherë kemi humbë shumë. Kemi humbë tepër. Pra, nuk po thotë mundet ta menaxhosh edhe punën e shtëpisë, në njëjtën kohë mundesh edhe ibadet të bësh. Sepse duke pa gjithë të veçori të mira ditës Arafatit, për Zotin është gjuna të kaloj kjo ditë pa i dhënë zort, pa sakrifiku, pak me kohën tonë edhe me vetvetin tonë. E profeti alayhi salatu wasalam thotë, agjërimi ditës Arafatit, kush agjeron ditën e Arafatit, çka shpërblimi ka? Se shikoni çdo punë që ne e bëjmë, është i shpërblim të Allahu subhanahu xhelle xhelalu, shpërblehesh. Nuk ka punë që muslimani, që njeriu e bën për hir të Zotit madh xhelle xhelalu mos shpërblehet. Çdo punë shpërblehet te Allahu subhanahu xhelle xhelalu. Shpërblimi i agjerimit të ditës Arafatit kush është? Shpërblimi i ditës Arafatit, thot profeti alayhi salatu wassalam, falen 2 vjet gjunahe. Gjunahet e vitit kaluar dhe gjunahet e vitit të ardhshëm nëse Zoti na ka dhënë jetën. Kjo çka do të thotë që sado ti përpiqesh mos bësh gjunahe, bjen prehe gjunahet. Tani imagjino ti viti që ka kalu, sa gjunahe janë regjistruar. Sa gjunahe kemi bë? Ato gjunahe që ne i dim, po ka gjunahe që si dim, sepse ka punë që ne bëjmë gjunahe dhe kujton se që nuk janë gjunahe dhe faktikisht shkruhet si gjuna. Prandaj mundësi është që me agjeru ditën e Arafatit, kjo është për jo haxhit. Pra ato që janë haxh nuk agjerojnë. Ne që si jemi në haxh, është mirë me agjeru, nuk po thotë është farz, ama shihni shpërblimin. A nuk ja vlen me agjeru një ditë? E di që është ditë e gjatë, e di ndoshta është nxehtë. Ama ne kemi thënë dhe kemi përmendur atë hadithin e profetit alayhi salatu wasalam i cili thotë kush agjeron një ditë për hir të madhit Zot, thotë Allah azza wa jall ka më largu fytyrën për zjarrit të xhehenemit 70.000 vjet. 70.000 vjet. Pra agjerimi i ditës Arafatit falen 2 vjet gjunahet. Me lejen e Allahut subhanahu xhelle xhelalu. Shikoni veçori tjetër të ditës Arafatit. Ka thënë profeti alayhi salatu wasalam, khairu du'a yawm Arafa. Duaja më e mirë kur është ditën e Arafatit. Duaja më e mirë ditën e Arafatit. Kështu që
njeriu e duhet ta shfrytëzoj këtë ditë duke bërë dua, sepse profeti alayhis salam na ka lajmëruar që thotë duaja më e mirë që bëhet është ditën e Arafatit. Dhe inshallah pranohet Allahu subhanahu xhalla xhelalu. Dhe ka thonë profeti alayhis salam dhe duaja ose dhikri më i mirë që kam thënë unë dhe pejgamberët përpara kush është? Thush la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Besoj se secila për ju e din. Secila për ju e din. Tani, dietarët çka thonë? Është mirë ta thush, sepse profeti alayhis salam na ka udhëzuar dhe ka thënë thuajeni këtë dua, këtë dhikr, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Masi e thuket, thon dietarët lutu. Kërkoj Zotit Madh xhelle xhelalu çka të doj shpirti yt. Çka halli brenge, sikleti që ti ke, kërkoj Allahu subhanahu xhelle xhelalu për mlidhi duat e tuaja në këtë ditën e Arafatit. Dhe nga një herë ne shikojmë veten që kemi aq shumë dua me bë, dhe aq shumë siklete dhe dertet e kësaj dynjas që kemi, dhe nuk dim përpara me çka të lutemi. Dhe gjithashtu dietarët na udhëzojnë, thotë bëjnë sa më shumë lutjen që është përmend Kur'anin Kerim, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. O Zot, na jep të mira në këtë dynja, na jep të mira në ahiret, dynjan tjetër dhe na ruaj prej zjarrit xhehenemit. Kjo dua që është përmend në Kur'an i përmbledh të mirat e dynjas dhe të mirat e dynjas tjetër. Pra, dita e Arafatit, thot profeti alayhi salatu wasalam, është duaja më e mirë që bëhet është ditën e Arafatit. Çka duhet bëjmë tjetër? Lexim Kur'anin, namaz, lutuni Allahut subhanahu xhalla xhelalu sidomos kur jeni në sejdë. Sepse profeti alayhi salatu wasalam ka thënë më afër që është njeriu te Allahu kur është. Më afër ti, je afër Allahut kur, në cilën gjendje je afër Allahut? Kur je në sejdë. Dhe kur je në sejdë, thot profeti alayhi salatu wasalam, lutuni Allahut kur jeni në sejdë. Pra, mos ta harxojmë ditën e Arafatit duke u përgatit, na kaloj gjithë dita. Unë e kuptoj. Jam e vetëdijshme se si femna, si bashorte, si nana, si prind që jemi, kemi ato obligimet dhe ato punët e shtëpisë, përgatitjet për Bajram. Për përgatitja për Bajram nuk do të thotë që ne ta harxojmë ditën e Arafatit vetëm duke u përgatitur për ditën e nesme të Bajramit. Unë jam e vetëdijshme që secila prej nesh për ditë pastron. Secila prej nesh për ditë rregullon. Kështu që pastaj unë jap një këshill tjetër, që momenti që ti je duke pastru, momenti që je duke gatu, momenti që je duke bë punë të shtëpisë, bëja atë ibadet që është për ibadeteve të mëdha. Çfarë ibadeti të bësh? Dhikr. Përmendjen e Zotit. Thush Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah, Allahu akbar wa lillahi alhamd. Je të fshi, përmend Allahun. Je të gatu, përmend Allahun. Për Zotin subhanallahu, i madhrum qoftë Allah azza wa jall, i cili na ka bën dhikrin, ibadetin që peshon shumë rand dhe është shumë i dashur te Zoti, po ibadet shumë i lehtë me u realizu. Pse? Sepse dhikri nuk don ti të kthehesh ka kibla. Siç e falim namazin. Dhikri kur ti e bën nuk është patjetër të marrësh abdes. Dhikrin nuk është patjetër të rish ul, në cilën do gjendje qofsh e përmend Allahun subhanahu xhalla xhelalu. Prandaj nuk është gabim, po është mirë që momenti që ti e duke gatu përmend Allahun. E di pse? Sepse ti merr shumë shpërblime. Shpërblimin se e duke gatu, shpërblimin se e duke bë dhikr, dhe merr shpërblime tjera dhe merr benefite tjera. Çka? Ke bereqet në atë punë që ti e duke bë, çdo punë që bëhet me emër të Zotit, çdo punë që bëhet me emrin e Allahut, dhe çdo punë që bëhet duke u përmend Allahu, ka bereqet në atë punë. E para ke bereqet, po të jepet edhe energji dhe fuqi. Fuqi shpirtërore dhe fuqi fizike. Për Zotin, dhikri, aq ibadet i mrekullueshëm është sa të jep qetësi, fuqi shpirtërore dhe fuqi fizike dhe fizikisht të forcon. Si, unë dhe adhem
një ngjarje në kohën e profetit alayhis salam me vajzën, me bijën e profetit alayhis salam me Fatimen radhiyallahu anha. Fatime radhiyallahu anha një ditë për ditëve i shkon profetit alayhis salam. Babës vet, i ankohet. Është e lodhme prej punës. Nuk kanë pas. Kanë pas vështirësi ekonomike, vështirësi, jetën e kanë pas vështirë nga aspekti ekonomik. Dhe ka shku te profeti alayhis salam, ju ka anku profetit alayhis salam. Babës vet i ka thënë, ka kërku ndihmë, ka ndihmoj. Profeti alayhis salam sipas transmetimeve i ka thënë, o bia ime, nuk mund ta jap hakin e tjetër kujt, është destinu caktu për tjetër kënd. Ikën Fatimja radhiyallahu anha në shpinën e vet. Më mas i shkon profeti alayhis salam. Thot, o bia ime, a tregoj diçka më të mirë që ti ke kërku? Tregon tash diçka më të mirë që ti ke kërku. Çka? Kur të bish me flet, përpara se me flet, thuj 33 herë çka? Subhanallah. Thuj 33 herë çka? Alhamdulillah. Thuj 34 herë çka? Allahu Akbar. E tash, për këtë ka këshillu profeti alayhis salam përpara se me flet, ti thot. E këtu dietarët argumentohen me çka? Thot, kush e bën këtë dhikr të shtëpi? Përpara se me flet, thot, kur do ngrehet nesmën me lejen e Zotit, ka me qenë shpirtrisht, po edhe fizikisht i fortë. Sepse shihni profeti alayhis salam, çdo smundje e ka dhënë terapin. Ajo, çdo smundje e ka dhënë terapin. Kur dikush ka pas borxhe, ja ka dhënë duan e borxhit. Kur dikush ka pas diçka, e ka mësuar me diçka tjetër. Tash Fatimja radhiyallahu anha për çka shkoi? Shkoi duke anku lodhjen e saj. Shkoi duke anku fukarallëkun e saj dhe profeti alayhis salam çka i tha? Unë do të tregoj diçka më të mirë se kjo. Që ti nëse e thu këtë 33 herë, Subhanallah, 33 herë, Alhamdulillah, 34 herë, Allahu Akbar, përpara se me flet, kur të ngrehet në sabah, kesh mendimi dietar, kur të ngrehesh në mëngjes, do kesh fuqi fizike dhe shpirtërore do jesh mirë, por inshallah Zoti do t'japi bereqet dhe do t'japi risk. Me lejen e Allahut subhanahu xhelle xhelalu. Prandaj, nëse ne jemi shumë të angazhuar me punët e shtëpisë, kjo nuk do të thotë që mos ta përmendim Allahun subhanahu xhelle xhelalu. Nëse jeni angazhuar duke u përgatit për Ramazan, për Bajramin të nesmen, lësho Kur'an dhe ndigjoje Kur'anin. Wa idha quriya al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Thot Allahu subhanahu xhelle xhelalu, dhe kur recitohet Kur'ani, ndigjojeni. Dhe mbani mendjen, dëgjojeni pse çka ndodhen, la'allakum turhamun. Ndoshta ju do të mëshiroheni. Më thonë, ti momenti që punon edhe ndigjon Kur'anin, e merr mëshirën e Allahut subhanahu xhelle xhelalu. Prandaj ditën e Arafatit ta shfrytëzojmë me ibadet. Pra i pam ato veçoritë të ditës Arafatit. Veçoritë e ditës Arafatit kush ishin? Që është dita më e mirë e dynjas. Është dita më e mirë kur bëhet dua. Është dita kur zbret i madhi Zot xhelle xhelalu me madhështinë e tij në qiellin e parë. Si zbret tek zbret nuk është puna jon, mos hym ka ato detaje. Ajo çka ne ka lajmëruar profeti alayhis salam është hak, zbret ashtu si zbret me madhështinë e tij Allahu subhanahu xhelle xhelalu. Dhikri më i mirë kush ishte ditën e Arafatit që na ka mësuar profeti alayhis salam, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Pra, veçoria tjetër e ditës Arafatit, kur i shikojmë ne ato haxhit me miliona njerëz të mbledh në një vend, në malin e Arafatit. Arafat çka do të thotë? Vjen nga gjuhë, është arabisht, më u njoft. Tu ka transmetime ndryshme për sa i përket pse ka marrë emrin Arafat. Thuhet kur ka zbrit Allah subhanahu xhelle xhelalu kur ka zbrit Ademin alayhis salam dhe Havën prej xhenetit janë takuar në Arafat. Ka transmetime tjera që thuhet Arafat sepse njihen gjithë njerëzit në Arafat. Allahu e din më së miri. E ti, kur i shikon njerëzit në atë vendin
që janë mbledh në Arafat, të kujtojnë diçka. Miliona njerëz, secili lutet për vetin e vet. Secili u drejtohet Allahut Azza wa Jall me dua. Secili ja shpreh brengën Allahut Subhane Jalla Jalalu. Zoti ja mund sot gjithëve me përjetu ditën e Arafatit, në malin e Arafatit, inshallah në Hax. Më kujton diçka çka? Më kujton ditën e mahsherit. Ditën e gjykimit. Ditën kur do dalim para Allahut Subhane Jalla Jalalu. Ditën kur do dalim pra, më kujton Arafati, ditën kur do dal Allahut Azza wa Jall përpara. Ajo veshja e bardhë ta kujton edhe qefinin. Ajo veshja e bardhë ta kujton edhe qefinin, ajo pamja atyre miliona njerëzve të kujton se si do të dalim para të madhit Zot ditën e mahsherit, ditën e gjykimit. Në atë ditë që s'ka me bë dobi as njëri tjetrit. Nuk ka për të bë dobi as pasuria, as fëmia, përveç se nëse ka ardhur me zemrën e mirë dhe me punët e mira të Allahu Subhanahu Jalla Jalalu. Dita e Arafatit, kur shikojmë në haxhit në malin e Arafatit, na tregojnë që njerëzit para Zotit janë gjithë barabartë. Njerëzit para Allahut Subhanahu Jalla Jalalu janë gjithë barabartë. Nuk ka dallim mes bardhit edhe të ziut. Nuk ka dallim, aty nuk shihet kush është profesor, kush është doktor. Kush është mjek, kush ka shkollë dhe pa shkollë. Kretë ne i shikojmë gjithë njësoj. I shohim gjithë njësoj, aja. Pse? Sepse i madhi Zot thot në Kur'anin Kerim: Inna akramakum indallahi atqakum. Njeri më i mirë te Zoti kush është? Ai i cili ka devotshmëri, ai i cili e njeh dhe don Allahu Subhanahu Jalla Jalalu. Ky është më i mirë te Allahu Azza wa Jall Jalla Jalalu. Pra, kur shikojmë në haxhit, ditën e Arafatit, malin e Arafatit, në fush, i shikojmë që gjithë janë barabartë dhe nuk i shikojmë nga aspekti kush është profesor dhe kush është doktor. Po gjithë janë barabartë Allahu Subhanahu Jalla Jalalu. Pra, motrat e mia, le ta shfrytëzojmë këtë ditën e Arafatit me hajër, me të mira, me punë të mira, me ibadet, me dhikr, me dua, me lexim Kurani, me ndëgjim Kurani, me sadakaje, me punë të hajrit. Inshallah Zoti na mundsoft, bëjmë sa më shumë ibadet, Zoti na falt, dhe dita e Arafatit mos të harroj që është dhe dita që Allahu Subhanahu Jalla Jalalu nxjerr më shumë që nxjerr prej zjarrit të xhenemit, që i çliron prej zjarrit të xhenemit, o dita e Arafatit.